Praktikisht procesi deri tash, faleminderit Zot, ka ecë mirë, ka një pjesëmarrje të mirë nga anëtarët e Partisë Demokratike. Normalisht që presim përsëri dhe më shumë dhe bëjmë thirrje që të bien gjithë, votojnë për zgjedhjen e kandidatit të ri. Dhe normalisht kjo është një proces krejtësisht demokratik, deri tani ka ecur në qetësi totale dhe procesi vazhdon shumë mirë deri tani, domethënë çdo gjë është, mund të themi që është perfekte deri tani. Kandidatët kemi një marrëveshje dhe një marrëdhënie shumë mirë njëri me tjetrin, pra çdo gjë është në mënyrë të mirë dhe perfekte. Absolutisht një proces shumë i mirë, i qetë, demokrat po marrin pjesë masivisht dhe 6 njësitë e Bashkisë Vallëdesit, edhe unë që një kandidat ju bëj thirrje nga ky moment që marrin pjesë prapë sa më shumë. Ky proces do mbarojë tani, mas marrimit procesit do fillojë procesi tjetër për angazhimin, procesi tjetër që ka Partia Demokratike, sidomos zgjedhjet e ardhshme vendore. I uroj më të mirën çdo kandidatit që dalin nga ky proces. Jemi sot bashkë, do jemi prapë edhe mos votim me bashkë, duke qenë për të mirën e Partisë Demokratike dhe për të mirën e Demokratëve të Vallëdesit. Procesi është shumë i qetë, antarësia është drejtuar drejt votimit, numri është i kënaqur me ndarë Partisë Demokratike, të cilët duhet të falenderoj gjithë secilin, sepse janë drejtuar drejt vullnetit të tjerë për të votuar dhe për të zgjedhur kryetarin e DEG-s Partisë Demokratike Deka Vallëdes. Unë duhet i falenderoj edhe një herë, sepse ato kanë qenë rezistent të vërtet ndaj këtij sistemit, ndaj këtij regjimit dhe kanë dëshmuar gjithmonë sepse ato janë dëshmitarët më faktik për sa i përket këtij regjimit për të ballë kundër. Natyrisht sot është dita e kurorëzimit gjithë atij procesi. Procesi ka vazhduar normalisht që nga analiza deri në ditën e zgjedhjeve ku gjendemi sot. Gjatë kësaj kohe ne kemi arritur të zgjedhim kryetarët e seksioneve, kryetarët e grup seksioneve dhe sot në vendin e Degës ku zgjedhet kryetari i kësaj dege pra. Natyrisht sot gjendja është e qetë, ka patur pjesëmarrje të madhe gjatë paradites. Qendra votimit është hapur që në orën 8 të mëngjesit, siç ishte parashikuar dhe siç po e shikoni dhe po e ndiqni, ka një fluks të lartë votuesish, gjë që tregon që gjithë ky proces ka vajtur mbar dhe ka zgjuar një lloj interesi të madh për të marrë pjesë në të gjitha proceset e Partisë Demokratike, të cilat vijnë si pasojë e një ristrukturimi të gjerë të Partisë Demokratike që do të kurorëzohet dhe me zgjedhjen e kryetarit dhe kuvendin e 6 qershorit.